Se një se herë dhe ne vim bashkë të. Se më thua si herë, mirë se herë. Mirë se herë. Mirë se herë. Okej, që gëzuar vit e ri. Gëzuar sakt. Viti mbarë, thot populli. Si e love pushimet? Mirë e kalova. Ma mirë mas mbyt. Mirë e kalova. A i zhjithë e gjitha hallet. Një ke parasysh që thu sa të marrë pushime dhe i zhjithë gjitha punët që si bëj dot në rutinën e zakonshme. Ja, nuk jam nga ato njerëzit që punojnë për pushim, me zë punoj për punë. Okej. Shtë që pas ke njësë mirë vitin dhe më thasë. Mirë, kemi njësëm. Shtë që qëfar... Unë e di që asun as ti si jemi shumë kështu që pak të për vete jam e sigur, për bëndoj edhe me sa për një afty që kështu nuk pret të kaloj 31 të njëshi që ta rregullosh veten në mënyrë dramatike. Vërtet. Tragjik dramatike, komike, së bëjet. Në kuptimin po flet për këtë si quhet këtë rezolutat e vitit të Po s'është fjala në shqip për rezolutat, për këtë e kam fjalën. Termi në anglisht është New Year's Resolutions. Edhe pastaj e marrin njerëzit për kushtime është një mendoj që është një fjalë. Rezolut është më shumë si një lloj deklarate, se me ke përkushtuar po ke bë dhe rezolut. Që ke bë një deklarat. Zinë njëri kisha thënë kjo është, nuk e di ashtë të vërtetë, po me të dëgjuar. E kishin, kur shpallën pavarësinë amerikanët, tha po sepse sepse ju e thoni, tha, u shpallë, tha. Jo sepse ne e themi, tha, po sepse ne e deklarojmë. Midis të thënëve të deklarimit e bëm dushin dhe rezoluta është një farë deklarimi i çfarë vendosa unë. Edhe jam deklarim për përkushtim, kjo ka të ngjyra që ti. Okay. Tani, a bën ti kështu përkushtime për vitin e ri? Nuk kam bërë kur, por nuk mund të kem, kam zakonisht jo rezoluta të kësaj natyre, jo të shkruara, jo të menduara, po një farë mënyrë e kuptoj, disi se ata që e bëjnë, kulturat që e bëjnë, kultura jonë, unë nuk e di, me thënë drejtën, ti duhet ta më argumentosh ose të thuash se pse mendon ti që kultura jonë ka përqafu këtë. Kultura, kur thënë kultura jonë, kultura shqiptare e ka përqafu, se unë nuk më duket sikur ne shqiptarët e kemi përqafuar shumë. Falenderit e herë që po ma jep atributet e zërit popullit. Në disa aspekte jemi pjesë e vogël e globit të madh. Kështu që globalizmi e gjitha këto mendoj që na kanë ndikuar edhe ne. Edhe mes të rive mund të jetë pak që thuhet si me shaka që ke parasysh të hanën do filloj palestrën. Sot është dita ku të gjithë ku palestrat do të mbushen plot, s'ka vend, sepse është e hënia e parë pas pushimeve. Okej. Mendoj që nga gati ndonjëherë pak presion thonë është mirë, por shumë presion edhe të mpin. Edhe që shumë u shkriva duke ishte një video që kishte qenë i ftuar në emision një personazh goxha publik, kur ta them njerëzit ta kuptojnë për këtë kam fjalën edhe po është tip kështu, bën sa deklarata i ka autentike të natyrshme dhe pyesi. Ka kemë bërë sa përkushtimet dhe për vitin e ri. Po që, a do lëshet ta të bëjë mund, a do lëshet, kjo është pyetje. Edhe unë jam dakord që përkushtimet e vërteta janë vërtet shumë personale. Ja. Palestra është një gjë që është shumë personale, se është edhe dukshme. Nëse vërtet shkon edhe të shohin njerëzit aty, po për një farë kohë dukesh pak më shumë ose ku di që zhvillimin në aspektet tjera. Por diskutimin që dua që të bëjmë ne sot është a është e mundur që ne vërtet kryesisht është në aspektin e të përmirësohemi. A është e mundur ta arrijmë të pa qenë të mpirë, pa rënë prej presionit, duke e shënuar.
Se ky është mirakulli. Unë ndihem sikur njerëzit bombardohen nga kjo ideja, edhe pastaj më shumë mpihen, më shumë i kap një lloj ankthi që s'po e mbaj ritmin me gjithë të tjerë që duket sikur po ndodh. Më tani kjo me rezolut sipas mendimet tem se nuk është se këto të rezolutave, të bërja rezolutave. Mendoj që është një kuptim simplistik i realitetit njeriut. Edhe jo mu duke me përdor fjalën të mbaja, po realiteti, unë kam një metaforë që kam përdorur për shumë vite që përdor që imagjinoje jetën si një tip kavoje që ka mira fije. Dhe unë tani ose e imagjinoje jetën si një gërshet që ka 3 fije. Nëse ti mendon jetën si një gërshet që ka 3 fije, ja vlen që të thuash se këtë vit do merrem me këtë fije, që është 1/3, do ta adresoj këtë çështje, do ta përmirësoj jetën time sepse është 1/3 e fijeve që përbën jetën. Kurse nëse është 1000 fije, ti as nuk e di se cila është fija që të shkputur, që ndoshta duhet ta lidhish, ato ta përmirësosh. 2, edhe po e dite fakti që e përmirësove nuk do të ndryshoj në gjë shumë të madhe. Edhe futesh te një farë, për shembull, unë jam besimtar, besoj më shumë në idenë që jeta është më analoge me një kavo shumë me mira fije, si koncept. Ne kemi kategori, të themi, familja, puna, shoqëria, janë kategori jetësore, po çdo përbërës mund të ketë fije që gati as nuk i dim se kush, se çfarë është, nuk e dim. Ajo thënia e Paskalit që zemra ka arsye që arsyeja nuk i njeh, unë zakonisht deri vonit e kisha kuptuar si çështje dashnie, pra që zemra ka arsye që ideja është që unë e kisha kuptuar se kështu, por nuk është fakt lidhur fare me dashurinë. Ideja është që zemra ti vet ke arsye në fakt se pse i mendon ca gjëra, që as nuk e di se ti i mendon ato gjëra. Ti nuk e di se çfarë do të mendu, dhe në fund fare i ke ato mendime. Dhe në këtë kuptim, kur unë kam këtë bindje për njeriu, se çfarë është njeriu, se sa kompleks është jeta, në momentin kur fillon të më thua rezolut me 1 pikë, 2 pikë, 3 pikë, 2 pika. nuk është se me 2 pika, më vjen me qersh, se s'ke ku, nuk rregullon dot gjë. Te. Dhe thamë këta, që të mos e shtyp në tutje, po që ky qëndrimi, me këtë lloj qëndrimi vi unë në këtë lloj diskutimi. Nuk jam kundër përmirësimit njerëzor, ose nuk jam kundër, si thosh, nuk është tani të jemi si kapiteni i anijës që se di ku po shkoj, erdha nga kërkun dhe po shkoj kërkun, të kuptoj, domethënë, nga erdhe ka kërkun, ku je kërkun, ku po shkon, nuk e dim, kjo nuk kam për këtë lloj, po dën të kemi këtë idenë mistikës që jeta ka. Të që këtë pikë kam. Për mua, një gjë që mendoj është që bëra në një herë ne edhe reagojmë ndaj gjërave që s'na pëlqejnë, në mënyrë subkonscienciale, edhe pija kafe para si zakonisht, se është një gjë e madhe me thanë shqiptari po pija kafe. Parasysh. Edhe ndjeva të bëj një reagim, se zakonisht është kjo ideja është ka që zhvill, ka një presion që ta një them edhe pak minuta shakaj edhe ironie, ka një presion që në mënyrë që të dukesh sikur po bën progres, ti duhet të zgjohesh në 4 të mëngjesit, edhe të bësh palestër, pastaj të meditosh, të lutesh, të bësh kështu ditar, edhe të krysh gjitha punët deri në orën 6. Edhe kjo është faza kur edhe pastaj që bësh 6 thjesht. Edhe bëra një reagim ironik, e ke parasysh viti i ri e bëra në anglisht, duket kështu gjasme, sikur di anglisht.
E thash, New Year, same me. Nuk të ka të ndjesë për palestër. Shumë njëtë ju rezonoj kjo, se duke si kur ndjen pak presionin për këtë. Unë mendoj që, nëse do ishte një gjë për këtë vetë, njerëzit du të përpiqen të gjejnë çfarë funksionon për ta. Unë besoj që Perëndia, ashtu siç na ka krijuar në mënyrë unike secilin prej nesh, ka dhe një mënyrë që përshtatet se si ndodh rritja tek ne. Edhe jo gjithmonë rritja ndodh duke u çu edhe i marrë gjitha punët 4-6 mëngjesit edhe ke gjithë ditën përpara. Për shembull, kur kemi qenë student në kohën e dinozaurëve, edhe ka njerëz që mësonin duke lexuar, duke mbajtur shënime, duke bërë shënime. Ka njerëz që mësojnë duke në vizor. Apo kupton? Zërin. Me të dëgjuar, ka njerëz që mësojnë duke diskutuar me të tjerë. Nuk ka një mënyrë të vetme se si ti je efektiv. Edhe mendoj që në të njëjtën mënyrë, mendoj që ka mënyra të ndryshme se si njëri të zhvillohen. Nuk e dakord me të që në pika që do thoja, unë pavarësisht se thash atë që thash me Kavën, me mistikën e të qenë në jetë. Pika që jam pro, nuk jam performant, po jam pro, unë jam i bindur, ne jetojmë në rutinë, ne nuk jetojmë në 5 pika, në 4 pika, ne jetojmë në rutinë. Dhe e vërteta është që rutina jote të bën ty, këtë e besoj unë pra. Sa e pasur është rutina jote, çfarë bën ti në rutinë, ajo të bën ty, këtë jam i bindur. Po është e mërzishme, por rutina të bën ty, kjo s'ke nga ikën. Mërzia, po thua. Jo, pikërisht nga mërzia, po, kam fjalën rutina mund të jetë, tani rutina nuk mund të jetë dinamike, pse? Do të bindet fikët, po rutina është ajo që e bën në mënyrë të përsërishme dhe vazhdueshme, po është një kohë të gjatë. Kjo është rutinë, por pasuria e rutinës tënde ka një farë pikë destinacioni për ty. Çfarë po bën sot do të shohish pas një farë kohe. Dhe unë këshilla që kam për të gjithë e vërteta është të shohin rutinën e tyre, ku janë. Edhe të mendojnë që ku du më shku. Dhe nëse kanë një gjë në rutinë ta lëvizin një çik rutinën. Nëse mund ta përmirësojnë rutinën, do ishte një gjë që edhe është e boshme, kuptoj, jo të shkaktosh të bësh ti rutina dramatike. Nuk i bësh dot, s'ka lidhje me ty. Se kush je ti, kapaciteti yt, s'kan fare lidhje me ty, nuk pra të nga mundë nga një herë që për këtë për shembull një gjë që unë mendoj që shumica po t'ishte, nuk e du në thënë në mënyrë qortuese, se nuk përfiton kur gjë, po për shembull mendoj që harxhohet shumë kohë duke si thosh duke parë lajme ose programe ose duke që janë më shumë të bëjnë më budallas se sa në fakt më mirë. E ti, ne që shikojmë Big Brother e keti. Po. Ne e keti. Po hajtë, të flasim në ditër për këtë. Nuk e di, për Big Brotherin sa shumë, po ai për shembull të prish punë si rutinë. Qose ti të bën një rutinë tjetër, çfarë është rutina jote? Kjo është pyetja, se e përmenda 100 herë, s'du me hyrë specifika se rutina sa po të filloj unë me thënë me hyrë specifik, thotë janë dhënë 5 pika ç'a të bëj. Nuk e kam aty eksakt. Rutina qoftë edhe tosha ke nevojë të rutina jote është të dalësh në shëtitje, të hecish. Të jetë pjesë e rutinës tënde të bësh një shëtitje her pas here. Jo her pas here, në mënyrë të rutinore. Ndoshta kjo do ishte për ty agjëlla përmirësoj cilësinë tënde të jetës. Kjo është e para. Që do të them. E dyta që unë s'm kam lexuar pavarësisht se dukem sikur kundërshtojmë të gjë, në fakt i kundërshtojmë edhe ti, i kundërshton shumë këto
developmental things and stuff. Kështu. Nuk kundërshtoj zhvillimin, Po, ne këto me metoda dhe forma. por ka me metodë, Po. e ke parasysh si Edhe unë i kundërshtoj, por unë e vërtetë që kam lexuar goxha shumë libra të tillë. Nuk është se i kundërshtoj se s'kam lexuar asnjë nga këto, ti ke lexuar nga këto, po. Pra unë i kundërshtoj sepse pasi i kam lexuar, jo sepse si kam lexuar. Dhe arsyeja pse i mendoj unë që nuk pinuj është se përdor shpesh fjalën nuk pinuj. Pra sikur të jetë me shkretë të tjerë. Por atë që mendoj është që pika për ta zhvilluar diçka, për shembull si kjo metodat është bindja se besimi që unë i kam caktuar 4 hapa, 7 hapa, çfarë do që të bësh, edhe po i bëra këto do të mrij atje. Gati duke nënvlerësuar ose anashkaluar cilësinë e karakterit që ti ke. Thjesht kjo s'ndodh. Pra unë jam për shembull të bëhesh lider i mirë, të bësh këto 7 gjëra që të bëhesh lider. Shiko, ato gjëra që ata librat thonë që duhen bërë, që ti je udhëheqës ose influencuesa, i zotja, i zhvilluara, çfarë do që thonë, të gjitha ato cilësi, ato veprime bëhen të mundra vetëm në qoftë se ti ke një karakter të caktuar. Pra tash du të jesh i zhvilluar që të mund të bësh këtë gjasme që do të zhvillaj. si do të identifikojmë karakterin? Por tani për karakterin gjithashtu duhet ta njohësh tjetrin të njohësh se gjithse kush është se ku ka pika, ku pikon çatia. Por mendoj që në këtë unë nuk e thash për të se s'duam të s'duam të bëjmë moral këtu, se s'kemi edhe s'na të qëmë kush për atë punë, po edhe as nuk kemi as qef për të bërë, por dhe më thonë që si është një përpjekje për ta vënë karrozën para kalit, se të duhet me vënë kalin para karrozës dhe të tërheqet, ti do me duke veprime para që si e tërheq. Po për karakterin, për mua ka shumë gjëra, besnikëria, normal, për kushtimin në punë, të mos gënjem, edhe shumë dashuria, porosiya që janë moshën cilësi të karakterit biblik të themi kjo, se porosiya nuk është ndonjë gjë e mirë për shoqërinë shqiptare, fanoj për ulur nuk është një me çan, po I marum. Porosia në kulturën shqiptare përkthehet i marum. I marum, po. Por to janë cilësi që duhet i kesh, por një gjë që dëgjova herë për kohët e fundit ishte që nga të gjitha gjërat që në biznes, ata që të kërkojnë të punosh, cilësia më e nënvlerësuar, po thoshte dikush, mu më rezonoi, më e nënvlerësuar është që a je i lehtë për të punuar me ty. Pra, nëse ti shkon në një skuadër, në një punë, në një zyrë, a je njëri i kollajshëm për të punuar, njerëzit e kanë qef të rrinë me ty, e të punojnë me ty, apo thjesht të kanë bezdije, kanë frike, të kanë mërzije, Gjenë njëra për të shmangur. Nëse ti je njëri i lehtë dhe i kollajshëm, e vërteta është që tregon që një farë mënyrë karakteri yt është i zhvilluar dhe nëse si je lehtë, ti je jo një asset, po një liability, je një borx, je një minus. Edhe mund të jesh edhe i talentuar, nuk do thotë që s'ke talente, por nëse je i vështirë për të punuar me ty, në këtë kuptim, këtë do thoja si për një karakteri, si kjo edhe kjo nuk është një cilësi e karakterit, kjo është më shumë si një përbërës të tërë. Me që na doli muhabeti tek karakteri, nëse dikush do ta identifikoj, një varg që themi dhe varg nga Bibla, se unë ti pastor jemi, kështu që s'ka na lejohet ta citojmë Biblën. Po, na lejohet të duhet as. Por gjëja e parë që më vjen është Galatasit 5:22 që thotë, fryti i shpirtit është i frymës, është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, dashamirësia, mirësia, besimi, zemërmësia, vetëpërmbajtja.
kundër këtyre nuk ka ligj. Eksakt. Kështu që po ti kesh këto, ka mundësi që Ta gjesh tjetër. po, jo, edhe ka mundësi që ti jesh i lehtë për të punuar me ty. Eksakt. Edhe Jo ka mundësi, po ti kesh të është e sigurt që është e lehtë për të punuar me ty. Dhe më pëlqen që kundër këtyre gjëra s'ka ligj. Tani ato e thot në kuptimin e gjykimit, por më pëlqen që thot kundër këtyre gjërave nuk ka ligj, pra pas këtyre gjërave s'ke nevojë për rregulla, çfarë do bësh, si do bësh, do ta gjesh. Nëse i ke këtë, do ta gjesh se si do të zhvillohet. Kur ti ke situata dështira, tendenca normale është që të fillosh të kesh mëshirë për veten, like që thonë Amerikan self-pity, në të mëshirën, që s'ja, nuk është e ka leverdi prej, as ti as kërkush prej saj, por kjo është reagimi normal që ne njerëzit kemi, që nuk është gjë e mirë, edhe është mirë me pas ato që po thotë që nuk unë e kam fjalën kur themi që të jesh kur ai punëm këtë fjalën e të qenurit i këndshëm për bashkëpunëtorët, është të jesh njëri që kontribon neto, edhe po të kesh më pak dhunti, po je i këndshëm, je neto më shumë se sa dikush që mund të ketë më shumë dhunti, po je jo i këndshëm, ose jo i bashkëpunëtor i mirë, ti je neto negativ. Kjo është. Po ti që e the edhe ti, por veç po them që nganjëherë këta njerëz janë pa aftë, ne jemi pa aftë nganjëherë, s'kemi dëshirë me mëshiru veten. Çam gjeti mu. Ty s'ka gjetë asnjë gjë pa dëgjuar në këtë botë. Te fond. kështu, por për ta mbyllur, i fjalit fundit, të thojmë? Jo, ti na mbyll. Do thoya në këtë rutinën që ne kemi të diktuar 70-80% të kohës është edhe që siç e the në mënyrë çfarë investojmë, në mënyrë çfarë mbjellim do të korrim në afat gjatë. Si do të ishte, ose thjesht një papi, nëse ne vërtet këto vargun që lexojmë, nëse do të mbjellim mirësi, dashuri, gëzim, paqe, ndërsa shkojmë përmes kësaj rutine të diktuar nga jeta, nga realiteti, çfarë do të korrim më vonë? Ja. Kjo do të ishte pika ime. Kështu që faleminderit se unë do shkoj në palestër sot. Shumë.